Teatri Petro Marko i Vlorës sjell plaçka në datat 7 dhe 8 maj, duke nisur nga ora 19. Komedia e zezë plot absurditet nga John Orton, përkthimi nga Artur Lena. Në regjinë Roland Mingës, skenografin dhe kostumografin e Drini Sheut, formulimin muzikor të Sokol Totos, asistent regjizor Livion Aliaj, si dhe loja brillante e kastit aktorëve, Loris Sinanaj, Astrid Mamaj, Artan Islami, Margen Saushi, Igli Fusha, do të sjellë për publikun situata humorit të çmendura dhe surpriza pafund. Këtë të martë, trupa e teatrit Petro Marko të Vlorës ka dalë një konferencë për mediat. Drejtori i teatrit Artur Dhamo theksoi se kjo do të jetë një shfaqje arir dhe që do të marrë duar trokitit e publikut. Unë do të thosha që teatri Petro Marko është në kulmin e një sezoni teatror, flas për periudhën e parë të shtetërorëve. Ne jemi pikërisht në momentin që dalim me premierën e tretë të sezonit artistik. Nisëm me Bidermanin, me premierën e re të aktorëve të rinj, Erush Shikun, të Bishit Gomarit, dhe pikërisht kulmojmë tani me plaçka. A është gati publiku? Absurdi, apo komedia e zezë nuk është era e parë që bëhet gati Petro Marko. Faktën, ne është tentuar në një mënyrë që është absurde, është bërë disa. Se është gati publiku. Patjetër që, domethënë, në një farë mënyrë duhet marrim parasysh kërkesat e publikut apo si thua shihet e tij. Por në një farë mënyrë edhe duhet të jemi si thua të guximshëm që ne të servirim. Dhe hera e disajt, projekti i disajt që ne angazhojmë dhe të rinj. Këtë është pikërisht qëllimi dhe projeksioni që ka teatri Petro Marko. Është që teatri është ajo që ka qenë histori, është realitet, por ne duhet mendojmë shumë edhe për vazhdimsi. Dhe mua më duke shumë premtues teatri i sërinë, dhe ky është në fund misioni i teatrit, që të rivitalizojë kapacitetet artistike. Edhe protagonistët e tjerë të shfaqjes vlerësojnë këtë premierë të re të teatrit dhe ftojnë publikun që në datat 7 dhe 8 maj në orën 19 të jenë pjesë e kësaj premiere për ta ndjekur nga afër. Atëre, plaçka, siç është vetë në konotacionin e vet, si fjalë do të një gjë që ndahet. Përgjithsisht plaçka ndahet. Dhe në këtë rast plaçka janë para. Një palë para të cilat janë vjedhur me shumë goxhaje konsiderueshme në një bank nga një agjenci funerale. Dhe këtu fillon i gjithë kalvari i materialit. Ajo çfarë do të kapi plaçka e John Ortonit, një nga mjeshtrat e komedisë zezë sot në lëmin teatror, është pikërisht ka kapur në tre element bazik të jetës shoqërisë moderne, tek familja, tek religioni dhe tek shteti. Komedia e zezë, në përgjithësi komedia e zezë ose lëvrimi i komedisë së zezë ka vite që është në teatrin modern. Dhe siç është zhanri i komedisë së drejtë për drejtë është dhe komedia e zezë. Ajo që është shumë e rëndësishme në komedinë e zezë është që neve duhet të jemi shumë realistë në interpretim, pavarësisht sepse në situata absurde dhe termi absurd të kalon në një konotacion në të cilin dashur pa dashur aktorët mendojnë se duke luajtur absurdin mund të bëjnë diçka që është jashtë reales, por në të vërtetë në interpretimin modern është absurdi, është shumë real, është shumë konkret. Pyetja qëndron nëse gjithë grupi aktorëve do ishte ndoshta do të mbajtur një qendrim tjetër me ne, por ne këtu jemi ndjer si shtëpi, jemi ndjer jo si të rinj, jemi ndjer totalisht si profesionistë. Nuk kemi pasur ndonjë diçka tillë që ne të mos ta ndjeni veten rehat apo mos ta ndjeni veten si ishin pjesë të tyre. Kështu dhe duhet bëjmë falënderim për gjithë grupin, që nga Landi i pari që na dha mundësinë, që nga Drini për skenografin, drejtori që sigurisht siç thash premiera e tretë, domethënë nuk është pak për ne që jemi tre premiera rresht në teatr. Argenti, po shikon. Dashuri. Astridi që s'është tani sigurisht, Lori pastaj që vajta një jetë deri tani. Sunda. Edhe gjithashtu dhe Po, ka një lloj vështirësie këto lloj shfaqjes, por duke u përmbajtur mesazhit, duke u përmbajtur në qoftë pjesës se si vjen kjo vepër, që është në absurd dhe
gati në Ireale, kjo ka qenë dhe një lloj piknisje për të bërë dhe skenografi. Dhe mendojmë se kemi bërë është bërë një gjetje, po kuptohet që është dhe një punë e mirë e bërë nga një grup madh njerëzish, që bën të mundur dhe realizimin e gjithë kësaj skenografie. Çdo aktor, sado i ri ose i vjetër në profesion, mendoj gjithmonë ka emocione, unë po një. Patjetër kam emocione, patjetër më dridhet mishi zemra kur dal përpara publikut, por mendoj që kemi bërë një punë të shkëlqyer. Mendoj me përkushtimin që kemi dhënë këtu e gati 50 ditë. 50 ditë kemi qenë goxha të përkushtuar. Gjithë kasti aktorëve, edhe nuk kemi lënë gjë mangut që ne të shkëlqejmë në këtë skenë. Mos e shfaqjen që do të bëj të qeshësh dhe të mendosh në teatrin Petro Marko në datën 7 dhe 8 maj, ora 11, ndiqni premierën Plaçka, e cila vjen edhe në vigjilje të çeljes së sezonit turistik, duke qenë kështu edhe pjesë e aktiviteteve që do të organizohen me këtë rast.